Përshëndetje, unë jam Dori Daka, ky është Syri i Botës. Filozofi i madh gjerman Arthur Schopenhauer, në përpjekje për të treguar kalvarin e së vërtetës deri në momentin kur ajo del në dritë, ka kategorizuar rrugtimin e saj në 3 faza të rëndësishme kryesore. E para është faza kur e vërteta tallet, përqeshet. Faza e dytë është kur ajo sulmohet me të gjitha bateritë, ndërsa faza e tretë është kur pranohet pa kushte. Këto faza ndonjëherë shtrihen nëpër një hark kohor që mund të zgjas shekuj të tërë. Në raste të tjera, dhe këto janë raste fatlume, koha është shumë e shkurtër, bëhet fjalë për disa vite. I tillë është rasti i pandemisë, i kësaj ngjarje të jashtëzakonshme botërore, i një ngjarje e cila pati pasoja në momentin kur ndodhi, ka pasoja dhe sot e kësaj dite. Pikërisht në atë kohë, në momentin e vështirë të pandemisë, kur pati një narrativ të caktuar zyrtare, disa persona, aktivist, mjek, shkencëtar, duke u kapur fort tek vlerat morale, njerëzore dhe profesionale, guxuan të thonë të vërtetat e tyre. Sigurisht, në atë kohë e paguan shtrenjtë, dikush humbi jetën, dikush u izolua apo ju hoq e drejta ushtrimit të profesionit, por sot ka edhe nga ato që ja dolën t'i mbijetojnë situatave të tilla dhe të vazhdojnë sot e gjithë ditën të kërkojnë të vërtetat, të tregojnë anët e panjohura të pandemisë, sigurisht dhe gjithmonë bazuar në shkencë, në fakte, në shifra, në emra. Kjo është një situatë e përbotshme, sepse e tillë ishte pandemia, por ne do të fokusohemi në Shqipëri. 2 nga personazhet të cilët edhe gjatë periudhës së pikut të pandemisë guxuan të thonë të vërtetat e tyre, ishin aktivist, avokat Altin Goxhaj, aktualisht kandidat për deputet, kryetari i Partisë Aleanca Konservatore për Shqipërinë, i cili ka deklaruar po në këto studio në Syrin e Botës se në rast se do të jetë pjesë e kuvendit të ardhshëm të Shqipërisë, do të ngrejë një komision hetimor për të hedhur dritë në lidhje me mënyrën se si u menaxhua pandemia në Shqipëri. Dhe personi tjetër, gjithashtu i nderuar, është profesor doktor Edvin Prifti, kardiokirurg. Edhe ai pati kalvarin e tij përgjatë gjithë periudhës së pandemisë dhe në vijim në lidhje me guximin për të thënë të vërtetën. Të 2 këta personazhe, shumë interesant, me shumë guxim dhe me shumë integritet, para disa ditësh publikuan një podcast, në podcastin Shpreson, në të cilin ofruan një material të hollësishëm, një material shkencor me emra dhe fakte në lidhje me menaxhimin e pandemisë, me të vërtetat në lidhje me vaksinat dhe me ata që konsiderohen, siç thash më parë, heronj të heshtur që sakrifikuan pikërisht për këtë të vërtetë që pak nga pak po del në dritë fal tyre dhe fal mirat e tjerëve që ndodhen në të gjithë botën. Unë kam kënaqësinë të kem sërish në Syrin e Botës avokat Goxhajn dhe falenderoj për kohën e radhë parë sepse e di që është në mesën e fushatës. Faleminderit shumë avokat. Faleminderit e dashur, faleminderit më të veçantë edhe për kohën që ti jep mua, për faktin se në këtë kohë të vështirë qësore totale, që vazhdo në 10 vjet në 10 televizione, çdo dalje televizive, sidomos fushat është një mundësi për të kujtuar njerëzve që je edhe ti në fushat. Pasi, siç e kam shpjeguar edhe më përpara, lufta e vërtetë që kam në këtë fushat është për t'i treguar njerëzve që unë jam në listë, jam ke lista e Partisë Demokratike me koalicionin për Shqipërinë Madhështore si përfaqësues një partie aleate në qarkun Tiranë. Dhe e vetmja mënyrë që njerëzit ta marrin vesh është që të dalë diku në televizor dhe ta shohin, pasi sa do të përpiqet në qarkun Tiranë ti jesh i dukshëm është e pamundur, po nuk patë ekranin. Dhe unë kam sfidën më të madhe të marrin vesh njerëzit që jam në listë. Kjo është edhe censura me cilën përballen. Ndërkohë duhet të falenderoj ty në mënyrë veçantë, sepse ka qenë koha e pandemisë kur ju më intervistonit dhe unë do të kujtoj që intervistën tonë të parë në televizionin shqiptar kemi bërë në 2021, pikërisht për çështjen e terapisë gjenike, bazuar ke fjalët e Edvin Priftit. Kujtoj që në të dhënat që kemi dhënë për terapinë gjenike dhe vaksinimin, në atë kohë janë të gjitha ekskluzivitet i dijes të divulguar në Shqipëri nga shkencëtarë dhe mjeku, në kulmin e represionit, në kulmin e asaj që quhet se thosh rasti më tipik shqiptar i një rasti tipik amerikan apo evropian i përsekutimit të mjekëve dhe shkencëtarëve.
Por fatmirësisht zoti Prifti është gjatë dhe gëzon shëndet të plot përkundër fatit apo fatkeqësisë që preku jetët e shumë kolegëve të tij, madje edhe kolegëve të tij të afërt, të ngushtë, të një rrethit të ngushtë, që gjithë së bashku guxuan të thonë të vërtetat e tyre përkundër narrativës zyrtare të kohës, por edhe aktuale. Pyetja ime është, më fal, arsye pse atë nuk e vran, në këndvështrimin tim ishte që fuqia reale e sistemit nuk shfaqet kudo njësoj edhe si aftësi. E dyta, nëse do të bëni një lloj burgimi, siç i bën atit në një vend perëndimor, do ishte bërë transparencë shumë e kohë. Ma ta ishte më lehtë i vristin se t'i fustin burg, sepse kishin frikë se do diskretohet sistemi. Këtu nuk ka frikë njeri se diskretohet sistemi. Okej, në lidhje me podcastin, një podcast me shumë informacion, bazuar gjithçka në fakte të hollësishme, në emra, në shkencë. Është një podcast i cili zgjati 3 ditë, besoj që është vetëm maja e icebergut e atij informacioni masiv që ekziston dhe që me siguri pak nga pak do të dalë në dritë. Bëj fjalë për Shqipërinë, por kemi edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ku forcat caktuara politike punojnë ditë e natë pikërisht që kjo gjë të ndodhë. Por le të përqendrohemi në Shqipëri. Cilat janë ato informacione të cilat duhet i dinë njerëzit me do e mos, nisur gjithmonë nga podcasti juaj, që hedhin dritë mbi ato të vërtet, që u rrezikoi jetën dhe lirit. Duhet të nuk ishte vetëm një çështje apo një ngjarje shëndetësore, po ishte një çështje që tentoi të kufizonte dukshëm dhe shpeshherë dhe dhunshëm të drejtat dhe lirit e individit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, në një koncert veprimi të koordinuar të shteteve të ndryshme, të fuqive të ndryshme. Unë duhet të kujtoj publikun që ky podcast, i cili ka zgjatur në regjistrimin e tij të parë dhe regjistrimin e tij të dytë, se janë qenë me 2 pjesë të mëdha, ka zgjatur herën e parë 3 orë e gjysmë, herën e dytë diku ke 6 orë. Flasim për një material që është one shot. Ka filluar regjistrimi dhe ka mbaruar në orën e afër orës 6. Dhe u nda në 3 pjesë në 3 ditë, sepse ishte e pamundur të jepesh plot 6 orë, sa kushto. Po pse e thashë? E thashë sepse kaq i vërtetë është rrëfimi, sa një njeri ulet dhe shpjegon pandalesë për 5 orë e gjysmë deri në 6 orë, një histori të tërë të përshkruar me fakte, prova, fotografi, dokumenta, linke, të përgatitura në formën e një leksioni të madh. Natyrisht që është podcast, është debat, është bashkëbisedim. E thash këtë sepse është unik. Është unik në botë, si material, si podcast, dhe ajo që kemi diskutuar gjithë këtë vit është si do ta bëjmë që të bëhet edhe një herë në anglisht. Pasi vlera e këtij podcasti në anglisht, ne të fillim të ta bëjmë me titra në anglisht, është jashtëzakonshme sepse nuk gjen dot një rast tjetër në Amerikë, në Europë, të një kualiteti shkencor të fushës, siç është zoti Edwin Prifti, në botën e asaj që quhet plandemi, por në nivelet më të thella dhe më të shkuara në kohë të shkencës, për shkak se një nga gjërat e bukura të podcastit është që zoti Edwin Prifti, për arsye të rastësisë apo të vullnetit të Zotit më saktë, ka qenë një nga njerëzit e parë në botën e shkencës të kardiologjisë, i përfshirë jo në ekspert, po në njohurinë e terapisë gjenike këtu e 20 vjet përpara. Ka qenë i përfshirë në një projekt që ka të bëjë me transplantet e zemrës, ku një nga kushtet kryesore që një trup i huaj pranohet në një trup të huaj, pra një transplant i zemrës që është diku tjetër pranohet, është të aplikohet terapia gjenike. Dhe këtu flasim para 15 vjetësh, 10 vjetësh. Dhe rastësia e jetës tij bëri që ai të kishte kontakte me nivele shumë të larta të personave të kësaj njohurie në botë. Dhe kjo i dha dhe shkakun që ai të ishte pjesë e një liste emailësh, ku nga 24 veta 12 u vranë, 12 me të ngjallë të përsekutuar në maksimum. Pasi dispononin për shkak të parit të këtij kryusit të emailëve, që ishte një nga kokat e shkencës në botë, të dokumentave se si ky virus u prodhua në laborator përpara vitit 2020. Dhe për këtë arsye u vranë ata që ndodheshin jashtë, kurse këta në vende të tjera, si thosh, o përsekutuan jo shtyçenca e tjerë. Dhe arsye pse u përsekutua në nivel, si thosh, spaku për ne, po në këndvështrimin ton nuk është spaku, urdhrin e ka dhënë Kardinali Amerika, spaku ka zbatuar, dhe mbi këtë ka ndërtuar karrierën edhe Altin Dumani, pasi kjo është çështja e tij kryesore, me cilën vendosi marrëdhënie me Amerikën dhe
urdhrat që zbatoi i dhan postën e kryetarit me ndërhyrjen e Yuri Kim, rezulton nga gjithë ato dëna që doktor Edvin Prifti dispononte dokumenta, emailë të këtij grupi dhe kur ati i konfiskuan kompjuterin, këto u zhdukën nga kompjuteri, pra qëllimi nuk ishte të mbledhin prova, po ishte zhdukeshin këto dokumenta, po që për rastisht punë e Zotit dhe kjo, ai këtë email e kishte bërë forward tek një miku i vet që e rikuperoi në momentin që është bërë ky podcast dhe ne para një viti kur ai ka bërë këtë prezantim në një sallë, në një ambient miq dhe shokësh, ku rezulton që ne disponojmë në Shqipëri të prezantuar ato dokumenta që CIA dhe Departamenti i Shtetit po i paraqet në vitin 2025 në Tiranë, por që në vitin 2024 në Hotel Tirana, Rotary Club, siç ju e dini, ku Edvin Prifti bëri prezantimin e tij të parë të kësaj historie. Pra kemi të bëjmë si thosh me një njerëz që duhet të themi shoqëri që nuk e vran, sepse kolekt e tij i azisuan. Unë doja të ndalesha edhe tek ata që doktor Prifti konsideron si heronj të heshtur. Pikërisht kategori njerëzish që riskoj, guxoj të thoshte të vërtetat sipas tyre të drejta, duke u kapur fort tek parimet morale dhe tek parimet profesionale. Dhe dua të citoj profesor Edvin Priftin, sepse më pëlqen një shprehje e tij. Dua të flas për heronj të heshtur. Kalonte një muaj, 2 muaj dhe njëri prej këtyre njerëzve humbiste pa lënë gjurmë. Këtu kam përdorur një shprehje të Martin Luther Kingut, i cili thotë që frikacakët ngren pyetje, a është e sigurt, që të tjerë ngren pyetje, a është politike. Vanitozët pyesin nëse është popullore, por ndërgjegja ngre pyetjen, a është e drejtë. Vjen një moment kur një njeri, çdo njeri prej nesh, por burrat kryesisht, ka edhe gra që kanë karakter burri, ku një njeri duhet të zgjedhë një pozicion që nuk është as i sigurt, as politik, as popullor, por merr këtë pozicion se është i drejtë. Dhe unë mund të bëja si shumë koleg, por zgjodha ndryshe, thot zoti Prifti. Në vërtet. Komentin tënd, sepse zoti Prifti në këtë podcast jep edhe fakte konkrete për persona, për koleg, të cilët fatkeqësisht nuk janë më, pikërisht sepse guxuan të thonë të vërtetat e tyre. Po e përsëris dhe po e ripërsëris pikërisht këtë fakt, sepse meritojnë një nderim të jashtëzakonshëm persona që bëjnë sakrifica për ta çuar shoqërinë një hap më tutje. Pra nuk rrinë në pellgun e vuajtjes, siç rrim të gjithë që shajmë dhe vuajmë, por bëjnë sakrificë. Ata e dinë që mund mos ekzistojnë më, por ajo për cilën ata besojnë, jo vetëm do të ekzistojë, por do të jetë edhe e mira e përgjithshme, edhe e mira e atyre që vuajnë dhe nuk e kuptojnë pse vuajnë, dhe nuk kuptojnë nga u vjen vuajtja, edhe nuk bëjnë asnjë përpjekje për të dalë nga bataku i vuajtjes. Diçka në lidhje me këta heronj të heshtur, edhe me moralin që ata përcjellin, sidomos në situatën në cilën ndodhet shoqëria sot, në Shqipëri, por dhe në botë. Unë më them që rasti Edvin Prifti është një rast tipik i rezistencës intelektuale në kohën e mashtrimit të madh të demokracisë, pasi jemi thjesht në një diktaturë të një forme të re, siç e dini fjalimi i J.D. Vance që ishte në Munich, ishte pikërisht një sfidë që ai bëri Europës, por në fakt gjithë qeveritë perëndimore, që vinin kthyer në një kohë e diktaturës së madhe si kohën e Bashkimit Sovjetik. Dhe pikërisht kjo diktaturë e re që nuk pranoi se ekzistonte, që tashmë pranohet që ekzistonte, për shfaqjen formën e saj. Edvin ishte një nga njerëzit rezistent që ka pësuar një kalvar vuajtje të jashtëzakonshëm, nuk ka të bëjë thjesht që u hap një çështje penale apo thjesht u burgos. Ai është përsekutuar duke u shantazhuar drejt për drejt familja, fëmija, 2 vajzat e tij nga spaku, duke krijuar situata të rrezikut të jetës fëmijëve. Dhe ka pas një situatë kalvare që pak njerëz e njohin dhe këtu podcaste, të dyja podcastet janë thjesht thosh një pjesë e zgjës që janë transmetuar, që janë diku ke 8 orë transmetim, 5 orë këtë javë dhe 3 orë javës 2 javë përpara. Ajo që ka rëndësi ne të kuptojmë në rastin e heronjve të heshtur, është se këta heronj nuk njihen nga publiku dhe ne kemi detyrë që fjalën të heshtur ta bëjmë si thosh ta heqim, t'i bëjmë të dukshëm. Pra heronj të dukshëm dhe jo të heshtur. Dhe ky emision që ju po bëni, kjo intervistë që ju po jepni, është një rast më shumë për të ekspozuar pikërisht këtë histori,
sepse vlen shumë, jo thjesht për ato që kanë bërë sakrifica njerëzve dhe do të jemi mirënjohës, në mënyrë që të ndikojmë këtë të tjerët, sepse njerëzit thonë, po pse do sakrifikojmë kur do jem në heshtje, kur do harrojmë dhe ata njerëz që unë për cilët do sakrifikohen do më mohojnë. Pra ka si thosh edhe një nevojë publike që ne duhet të respektojmë heronjtë edhe për t'i shtuar ata, për t'i bërë njerëzit na mbrojnë sa më shumë. Po ajo që mendoj që në rastin konkret është akoma dhe më rëndësishme, ka të bëjë me faktin se të dhënat që i jepen, informacioni që i jepen është jetik për çastin dhe për të ardhmen. Sepse ka të bëjë me faktin se çfarë ka ndodhur me ne në trupat tonë, në fëmijët tanë, në prindrit tanë, kush i vrau, me çfarë protokollesh, çfarë kurash, a kishte urdhra, a kishte një plan për t'i vrarë, për t'i ekzekutuar, për të krijuar terror dhe frikë, dhe mbi këtë të ndërtohesh detyrimi publik për t'u vaksinuar, për faktin se nuk pas ka që kur kishte, dhe pikërisht jepen fakte për këtë gjë. Jepen shpjegime. Detvin Prifti është një person që përveç se disponon të informacion, është dhe një person i cili arriti që në muajin prill të 2020-s, pra vetëm një muaj pas pandemisë, të identifikonte kurën e trajtimit të Covidit. Dhe kura ishte një gjë krejtësisht e çuditshme në raport me arsyetimin shkencor që e bindi rrugës Detvin Prifti që ky virus ishte virus laboratori në të gjitha kuptimet e fjalës, se s'mund sillet ndryshe një virus natyror. I duhet të ulë imuniteti njeriu dhe të shtojë kur ishte përballë virusit. Sepse rënja e imunitetit që ai kishte si thosh pjesë procedurave të terapisë gjenike, të procedurës transplantit zemrës, ishte pikërisht mënyra se si trupi nuk gënjej nga virusi. Pasi ky ishte një virus i cili si thosh i vënte një alarm trupit në një drejtim, e mobilizonte që trupin në një fushë caktuar dhe trupi reagonte thosh drejt një alarmi të rrem, po e quajnë, dhe që trupin bisëndinë mbete lakuriq, i zhveshur nga çdo lloj aftësie për të përballur me problemet e tjera. Dhe kjo sillte dhe ato vdekjet e saj. Zoti Detvin Prifti ka shpjeguar se si në muajin maj ka dorëzuar në OBSH, në një media, në një revistë shkencore të botës kardiologjisë, propozimin e tij për kurën e Covidit, që u pëlqyet mersi shumë, edhe ata i thashë ta çojmë OBSH-s dhe ky tha dakord. Natyrisht që për pak ditë erdhi përgjigjja që nuk mund të botohet në asnjë media, në asnjë revistë shkencore ky studim, sepse ky prodhonte rrugëzgjidhjen e problemit Covidit në një kohë që s'do të kishte rrugëzgjidhje, që për shkak se mungojnë kurat duhet bëjmë vaksinat me detyrim. Pra ishte një procedurë ndërkombëtare e një projekt ndërkombëtar ku luaj me kokë. Dhe në atë kohë ka fituar dhe përgjigimi palishëm nga Altin Domani për zotin Detvin Prifti, me urdhër që vjen direkt nga Amerika. Edvini nuk e pranon këtë fakt, e quajnë që është një informacion që ai nuk e ka. Unë kam vite që trajtoj këtë temë, se si ai u përsekutua, po e rëndësishme kush është? E rëndësishme që ne sot jemi këtu përballë të rinjve, burrave, grave, të moshuarve, sidomos fëmijëve të Shqipërisë, ku fjalët e tija të terapisë gjenike, që rreziku që përishte vaksina, ishin dhe ideologjia jonë kryesore e rezistencës. Unë mbaj mend intervistën me ju e dashur në emisionin e mëngjesit, ku flisë për 17 mars. 17 marsi i 2020. Mos gabohem. Po. Nuk e mbaj mend me datën. Jo 17 mars. Flisja me fjalët e Detvin Priftit në emisionin tuaj për terapinë gjenike, duke bërë thirrje çdo kujt të rezistonte, të mos pranonte, të refuzonte, që ne në atë kohë quheshim teoricinë e konspiracionit, po ja tek doli e vërtet. Do po ishin fjalët e Detvinit që ne përdorim dhe kur thirrën protesta të gjitha. Ne kemi përdor fjalët e Detvinit në protestë sepse ai ishte thosh edhe argumenti jo shkencor. Si mund dalësh ju Dori që keni atë formim shkollor dhe unë që kam këtë formim shkollor, pa lidhje me mjekësinë të dy ne, të dalim me kompetencë para publikut, të themi mos u vaksinoni, se kjo është terapi gjenike. Na duhet pra një autoritet, një që të argumentojë, të artikulojë dhe që të na shpjegojë ne dhe rreth parë që ta themi të tjerëve. Ishte Detvin Prifti. Në fjalë, ai njeri aty në burg, po e quajmë, arriti të bëhet si thosh zëdhënësi, të bëhet burimi të vërtetës tonë, që ne ishim të lirë. Pra, e vërtetë ishte në burg, dhe ne transmetonim jashtë. Në fakt, burg ishin ata që ishin jashtë, dhe gjithë të tjerët ishim njerëz lirë bashkë me Detvin Priftin që ndodhen në ato kushte dhe në ato përsekutim. Mund të them heronjt e heshtur ka ardhur koha të bëhen heronj të dukshëm. Dhe në këtë fushat unë kam një nga kuajt e betejës elektorale, ngritjen e komisionit pandemisë. Me ju e kuptuat në podcast që me ngrit komisionit pandemisë materialet i kemi gati. Ne ka bërë Detvin Prifti. Kemi të gjitha të dhënat
për të kuptuar problemi, puna është ta lokalizojmë. Kush i dha urdhret në spitale për atë lloj protokolli që na vrau baballar, nënat, të afrit. Kush i dha ato? I dha ministria apo jo? I dha spitali, do ta zburojmë. Kush e dha spitalit? Ja dha UBSH-ja, ja dha drejt për drejt. Kush është personi që komunikoi? Kush është ai që dha email? Kush është ata që i morën për sipër? Kush është ata që dolën në televizor për ta fshehur krimin? Pra, kjo është puna e Komisionit Plandimis. Pastaj, kush janë ata që kanë bërë kontratën me Pfizerin? Si u janë dakord që të mbaheshin sekret disa dëna? Në kush man përgjegjësi për këtë kontratë? A ka pas njerëz që kanë vdekur dhe janë mbajtur fshehta dënat nga vaksinat? Sa njerëz janë me turbokancer? Sa njerëz? Kush i ka bërë këto vaksina? Kush i ka sjellë? Ku janë magazinuar? Në fund fare, kush mban përgjegjësi? Pra, kush do paguajë dëmet? Do e paguajë UBSH-ja, të vrarët e Shqipërisë të spitalit me protokollet e veta? A do i paguajë Pfizeri të vrarët e vet apo të sëmurët e vet me kancer? Ja pra, po pikërisht, gjithë të lloj, si thosh, investigimi, hetimi publik, marrje përgjegjësish, dhënie përgjegjësish, mos harrojmë gjë kryesore. Jemi gjithë buzëqeshur për një fakt. Fëmijët e Shqipërisë janë të shpëtuar. Fëmijët e Shqipërisë janë nga të vetmit fëmijë në Europë që janë shpëtuar zyrtarisht të gjithë, sepse rezistenca që u krijua në vitin 2021 në universitete bllokoi planin për të vaksinuar shkollat e mesme. E keni me dokumenta që projekti tyre ishte i përcaktuar qartë dhe humbja e kontrollit mbi universitetet për shkak se rektorët u tmerruan nga akuza për vrasjes masiv dhe për kërcënim me jetë, që ne kemi bërë gjithë palën atë kohë, duke i thënë do ju vrasin me pikën e bukës, do ju vrasin studentët, do ju vrasin ne kaluam në një fazë kërcënimi me jetë ndaj gjithë zyrtarëve që kërkonin të bënin vaksinim me detyrim, dështoi projekti tyre, fëmijët shpëtuan. Sot jemi Shqipëria me fëmijë shpëtuar, Italia. Ky është një fat që ndoshta vende të tjera nuk e patën këtë fat. As Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Italia, vende të tjera në Europë. Megjithatë, avokatë, ne mund të flasim pafundësisht për këtë temë. Edhe ajo që bët ju e thash është Maja e Icebergut e atij informacioni jashtëzakonisht të madh, e asaj të vërtetë që pret të dalë në dritë. Megjithatë, pandemia ishte një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme. Pati pasoja mbi të gjithë njerëzimin dhe kjo është arsyeja pse unë i rikthem her pas here, por edhe në dritën e daljes në paktë të vërtetave të reja, të cilat njerëzit duhet i dinë, për cilat duhet jenë të le të themi të informuar. Dhe së fundi, madje, javës që shkoi, janë 2 ngjarje tepër interesante. Njëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi Robert Kennedy, i cili deklaroi se po shurtonte mundësinë e heqjes së vaksinës COVID-19 nga grupi i vaksinave që duhet të bëjnë fëmijët. Sigurisht ka pro dhe kundra në lidhje me heqjen, në lidhje me përmbajtjen e kësaj vaksine. Lufta është jashtëzakonisht e madhe, por edhe përpjekjet për të nxjerrë të vërtetën në dritë apo për të qenë të dobishëm për njerëzit janë gjithashtu të mëdha. Dhe një rast tjetër, që kryeministri slovak Robert Fico urdhëroi para 2 ditësh ndalimin e dërgesave të vaksinave kundër COVID-19 derisa Akademia e Shkencave të vlerësoj gjetjet kontroversiale të një raporti të diskutueshëm anti-mRNA, pra kundër kësaj vaksine. Do të shohin se cili është efekti në organizëm, sepse sipas një shkencëtari, kjo vaksinë shkakton edhe prodhimin e toksinave në trupin e njeriut. Pra ka përpjekje të vazhdueshme dhe sot e kësaj dite, jo vetëm për të hedhur dritë mbi atë që ndodhi, por edhe për të ndaluar, le të themi, pasoja të tjera, të cilat duket sikur nuk ekzistojnë, por në fakt ekzistojnë. Pra lufta është e madhe dhe më e madhe është mbrapa skene, në përplasjen e forcave të mëdha. Po. Unë do të bëja një kujtesë për publikun që në Amerikë është shumë e vështirë të marrësh një vendim në raport me vaksinat edhe për shkakun e ndarjes federale dhe shtetërore. Domethënë ka të bëjë edhe me llojin e mënyrës si është organizuar shteti. Po duhet të kujtoj publikut që debati botror që bëhet për pranimin apo jo të një vaksine dhe mbi të gjitha të kësaj të pandemisë është një temë që cënon drejt për drejt autoritetin dhe pushtetin e elitës që kontrollon perëndimin prej dekadash, prej mbasi 100 vjetësh. Do të debati mbi këtë është një debat thelbësor i përballjes së shoqërisë kontrollit të Great Resetit përballë lirisë dhe rezistencës. Dhe Fico është një personazh i cili ka pësuar një atentat para pak kohësh për ta ekzekutuar për shkak të këtyre qëndrimeve që ai kishte. Jemi përballë, si thosh, një përplasje madhore dhe viti 2025 do të jetë viti që do ndaj, si thosh, historinë nga shkuara në të ardhmen në rrugën që ai do të marrë.
siç e kam thënë para një viti, fitoria e Donald Trump përcakton se shoqëria njerëzore do të ketë një histori këtej apo këtej. Në atë datë do caktohet se si do zhvillohet dhe çdo ditë që do kaloj, çdo ngjaj më alternativës do kishte po të kishte fituar para tjetër. Dhe rasti konkret i vendimeve që po merren në Amerikë ka të bëjë edhe me, si thosh, përballjen e madhe me gjithë sistemin farmaceutik dhe mjekësor të 100 vjetëve të fundit. Dua t'i kujtoj publikut që në vitin 1907 në Amerikë filloi të vendoset kontrolli i Rockefeller mbi mjekësinë amerikane dhe universitetet amerikane, botën akademike amerikane të mjekësisë, dhe që nga ajo kohë, që gjithë kjo botë shkoi në atë drejtim që u përcaktua në 1907, të përballes sot nga 20 janari e deri këtej, me gjithë të fuqi, me gjithë establishment, që ka të bëjë jo thjesht dush me drejtorë ndërmarrjes, por edhe me institucione pafund akademike, është një sfidë e jashtëzakonshme. Dhe për ata njerëz që prisin ndodhin veprimet dhe më shpejt në Amerikë, nuk e kuptojnë se çfarë rezistencë e madhe është atje në atë vend në këtë lloj betejë. Dhe për ne si shqiptar është një lajm shumë i mirë si po çdo kënd tjetër në botë, ose më saktë është një lajm etik për ne. Këto ndryshimet të mëdha që po ndodhin në Amerikë, nga ky varet dhe fati jonë. Pasi gjithë burimi shkencor për të përballur me këtë keqe nuk mund të prodhohet nga ne. Për shkak se na mungojnë njerëzit, na mungojnë burimet, na mungojnë mjetet. Ne kemi vetëm një Edvin Prifti në gjithë këtë histori, kuptoni. Ne kemi mjek që janë dhe kandidat për deputet që thonë që të vaksinohen gratë shtatzënë, që thonë që një vaksinë nuk bën më shumë dëm se sa një paketë cigare. Mos harroni këtë gjë. Ne kemi thosh në këtë botë, në këtë moment që jetojmë, ne kemi mjek pafund, si thosh, që heshtin, vazhdojnë të heshtin dhe kemi mjek akoma që e mbrojnë pandeminë. Në këtë realitet që ne kemi Edvin Prifti, ne jemi me fat që kemi njerëz si ai krahun ton të nivelit botror dhe prandaj them unë që e podcast në anglisht do kishte një vlerë të veçantë sepse është unik edhe në botë për shkak të peshës që ka të argumentave dhe mënyrës si ka koncentruar. Për ta përfunduar, ata që duan të thellojnë njohuritë e tyre në lidhje me pandeminë, me të vërtetat e pandemisë, ku mund ta gjejnë këtë podcast? E gjejnë në faqen tonë, Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Është një serial që ndodh aty në një playlist, gjen kur futesh e kërkon dalin ato, po është edhe një playlist me të gjitha podcaste, po unë do e kujtoja publikut që ne po përgatisim me zotin Edvin Prifti një town hall në pyetje përgjigje nga publiku live në një nga ato ditë që po vijnë, po mendojmë vendin që ta gjejmë. Na ka vrarë shumë koha me shi. Keni parasysh që jetojmë në një muaj të çuditshëm ku shiu nuk ka pushuar, në asnjë formë s'na ka lënë një ditë me diell të garantuar ta kemi. Nëse duam bëjmë një town hall në një midis publik me zotin Edvin Priftin, mos do ta bëjmë në midis të mbyllur, ku njerëzit vinë dhe bëjnë pyetje përgjigje. Të bëjnë pyetje përgjigje sepse jemi me fat që kemi Edvinin në mes tonë. Jemi me fat që e kemi gjallë rreth parë, e dyta jemi me fat që e kemi njëri që guxoi dhe i tha shqiptarëve, i tregoi të vërtetën shqiptarëve, të cilët këtë të vërtetë e morën dhe e kthyen në rezistencë fizike, pra mendimin e kthyen në materie po që në forcë fizike. Dhe ajo që është më e rëndësishmja është që gjua që është përdorur, informacioni që jepet me mënyrë si shpjegohet, është i kapshëm edhe për njerëz që nuk kanë formim shkencor, dhe për njerëz që nuk kanë formim mjekësor, rreth parë, po edhe shkencor përgjithësi. Është një shpjegim që lum ai i huaj që do ta dinte shqipin, ta dëgjonte, sepse më të koncentruar histori nga një autoritet dhe nga një njohje kaq e thellë e faktit, që kur kishte dhe s'duhet kishte. Vaksinat ishin shpikur kom përpara se t'i veshin treg. Virusi doli në laborator dhe cilat laboratorë doli, si u transferua, si shkojnë në Wuhan dhe si funksionon, çfarë ka pasur në trupin e njeriut, çfarë ndodh në trupin ton kur bëhet një vaksinë, çfarë ndodhi me fëmijët shqiptar që janë të pastër raport me fëmijët e tjerë. Fëmijët shqiptar janë të pavaksinuar, fëmijët e Italisë dhe të Kosovës fatkeqësisht nga Albin Kurti janë të vaksinuar, fëmijët e Shqipërisë janë. Dhe ku është diferenca midis tyre e dy palëve në të perspektivën që ata kanë në jetën e tyre? Dhe pse duhet të jenë të lumtur prindërit shqiptar që fëmijët e tyre shpëtuan? Dhe ndeshim ata që shpëtuan, dhe kjo është arsye që ne duam të kemi një komision antipandemi, pikërisht edhe për kujtim të atyre që ranë nga ky genocid nivel botror i Great Reset. Avokat, ishte shumë kënaqësi që pata në Syrin e Botës, ju uroj fushat intens. Përpara që kur më interviston ti për këtë temë, them njerëzit e dur në vendin e dur, në kohën e dur, se ju keni qenë një nga të paktat gazetare në Shqipëri
që guxuat dhe patët të pozicion ndaj pandemisë. Dhe ky është një kompliment shumë i madh për ju. Faleminderit shumë për konsideratën. Bëhet fjalë për të mirën e përgjithshme, nuk mund të veprojmë veç se profesionalisht dhe me zemër. Faleminderit shumë, fushat të mbarë dhe shpresojmë të shohim në Kuvendin e Ardhshëm të Shqipërisë. Ky ishte Syri Botës për këtë javë. Ju falenderoj shumë që më ndoqët.